Në këtë kohë moderne, ku gjithçka duket e shpejtë dhe perfekte në rrjetet sociale, shumë të rinj ndihen të lodhur, të pasigurt dhe të mbingarkuar. Por duhet kujtuar se jeta nuk është garë dhe krahasimi me të tjerët është burimi më i madh i stresit. Rruga jote ka ritmin e vet dhe çdo hap, sado i vogël, është një fitore që të çon drejt qetësisë dhe forcës së brendshme.